me 28 dhjetor opozitës do të me bon fortun, me javë siel e me javë pështjel qështu. 350.000 mas pak të mërgjimtar, i madhe i vogël, kam do të më nisë me shku me votu Albin Kurti. Nuk ka tjetër rrugdalje, mos me la opozitën këta qyqana me fitu në herë se si të fitojnë këta, o vuqi që biletën e ka të prejnë me ardhaj, vjen sahora që është viken 2018. Këta lanë sahora me ardhë, po do të me avban fortun që këshore, që shtu do të me avban fortun këtyne, veç qëre mirë, fortun do të me abon këtyne fargjënav të opozitës. Ju përshëndes krejt mërgjimtar të madhe i vogël më qunë kam e me shku edhe me prit vitin e ri edhe me votu Albin Kurtin. Krejt, i madhe i vogël. Pas ka dol Albulena me na kritiku. Ani kanë pe kritikon opozitën demokratike. Moj Albulen. Shme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohë, jeni bashkë edhe sot, për të bojkotuar mendimet tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës, buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëjtë të qartë, buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, i shdasht më përgjigj penalisht. Ne po, kemi mund të bëjmë qeverinë, por ne nuk bëjmë pazare si që keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyru mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, gjerëzakonisht e rëndë. Po na opozita, na jem demokrat, po neve nuk na pengon lista serbe bashkë kur gja heq? Pse me na pengu? Lista serbe janë qytetarët Kosovës ndershëm, kur gjon keq ata s'kan bon. Nejse i morrin pak lojme të ato direktivat i morrin për Beogradit, po normal neve s'na pengon opozitës, pse me na pengu? Aj neve na pengon ti Albin, se ti shkatrove shtetin, pej 1 miliard dhe gjysë ke qu në 4 miliard dhe ke qu budgetin, që kjo shkatrem e shtetit. Shka ju këni gju në shpinë lista sërbe? Po leve burë, ushtrinë e ke morë me 12 milion budget, sot e ke qu në 500-600 milion, që kjo shkatrem e shtetit. Po le, rogën e ke në kohën të në rruga sa kom 150 euro, tash që u bon 1000 kusur euro. Që kjo shkatrem. Qka ka të keqe lista sërbe këto me bashkëpunu me to? Ba e kena pas në qeveri 20 vjet. Ba e kena pas, se na jem demokrat. Na nuk jem komunista së kur të Albin. Na demokraci. Shteti demokrat që shtu dhët me kam. Thirë këjshien, hajde, këjshi i vjedhën bashkë Kosovën. Që kjo është në merite e opozitës. Nas me nona së kur ti, veç me këqyrë veç për shqiptarë. Jo bre na, jem demokrat, na këqyrë me edhe për këjshie, me edhon na i copë Malitzije, me edhon Sërbijes na i copë, me edhon Macedonijes na i copë. Na kena shumë territorë, shka për na vynë gjithaj? Jo bre Albin, je që pesha ati me këto farë, jo keni bashkëpunu, njeve s'na pengon lista sërbe kur gjo. Jo, ne në pengof ty ti mos e banë, mo na si opozita demokratike, na menojmë veç për poplën, s'ka ju, s'menojmë na për sa në të kota. Prom, Bedre Homza kishtë dalë në televizion kënë në emision, më ne keme në kalëzu njeve që aj për me është kryetari i PDK-s. O Bedre, o pasha një zot na vetë vendosë se dimbre që na të besona që je kryetari i PDK-s. Ama problemi, ata të PDK-s nuk besojnë ty që je ti kryetari i PDK-s. Mosu mundar me në kalëzu neve që ti vendosë. Se na të besona,
Ama ata tut nuk besojnë që ato është problemi. Kër isho në komentet, krejt këta shka në PDK-s tojnë ashim tha që kryetari i PDK-s. Këtë smuj e kanë njejt edhe këta të LDK-s. Presidenti historik dhe ta kryetari Ibrahim Ergova është kryetari i LDK-s. Halaj që 20 vjet ka dek njeri ka hec, këta të LDK-s hala thujnë, ja, kryetari i LDK-s është Ibrahim Ergova. A i ka hec e roni? Sa është më kësaj pari? Nuk ki bedren nevoj me në kalzu neve, se na të besojmë në të vetë vendosës. Ama ata të PDK-s mrena, besa që asë njës besën që ti e kryetari. Sa ata e din mirë, nëse dim çka ka bënë mrena. Ama ata të PDK-s e din çka pozijet, çfarë pasulli pozijet ato mrena. E ma mirë kalzoja atyne se me në kalzu neve. S'ki nevoj adin me dhonë qatë zërë që ti e kryetari, ti vendos të janina. Se tani pëdel falës shumë. Për shije që s'vendos hiç kur gjanë të adin, se kur t'jep qatë zërë, dije që ato dishka më shifet më roba. Po nese, ke morë një post mirë për një muja 2. E tani këshyrë me ndëroj ma pet, e bim në tjetër kryetar, pësa nuk është problem, minim sujo, çdo 3 mujtit me ndru ka i kryetar. Jo, bre, LDK, PDK, 25 kryetari keni ndru të istash. Por zotin, a keni di që Bedri Hamza ish i Skenderajt. Unë e gjithë ku menu deri pram, ku menu që është i Mitrovicës, se kur një intervista tina, ai njeri s'ka thonë që është i Mitrovicës. Pra me kuptova që Mitrovicën, kryetari Mitrovicës, i shkon i Skenderajt, se shkon i Mitrovicës heq. Thash ka, se jam habit adin që një 2-3 ditë të menu pse kash me ngoll ma din shpejt e shpejt me bon kryetar të menu, thash atë Mitrovicës, pse se bojnë Skenderajt, a i kuj Skenderajt ish. Thash këqër kuj farë naivi i Suarejkës e Enver Hoxha të menu që pe japin këtina kryetarllakin e PDK-s. Po ku e japin këtina Enverit të pas ato Skenderajt. Po mërë naiv, unë ku menu që kjo është pak maj meqëm, kjo hecë që është kërkun, po qysh e bon e vetin balash o burë, të i ditë fort mire dhe të i njoft, ma mirë se one i ke njoft. Edhe me thonë, ja, nena, jo, po kandidatur, jo, po peqes, jo, po do të me shty, jo, mos me shty. Po 6 muj me shty e rënë, tis nuk e pas shans me marrë kryetarllakin. A ku ka kon njeri Skenderajt ato, ti qysh do me marrë para tyne? Leje bori fort, mos ja fut këtë edhe ti, kishe po thamë dishka. Nuk është e rënë, unë ku menu që është i Mitrovicës, aj, pram në mision, tha jo, tha, unë shkollën e mesme, tha, kum krynë Skenderaj. Që ato besan e kum kuptu që ajo është i Skenderajt e nuk është i Mitrovicës. Ama për 26 vjet, këtë Kosova e ka di që ajo është i Mitrovicës, kush se ka përmen njeri gjallë s'ka thonë që ajo është i Skenderajt. Po nejse për herë, i koft, e gzoft, e shalla rritet 2-13% shtu. Se ma shumë së shkojnë, po 2-13 bëlliko. A, kalën i bukur në. PDK, mos mangusni shumë lëdrufsina. Aj ju thënë korriz. A ju ka thuj njëherë, veç edhe njëherë ju thënë. Mos harroni, mos mangusni shumë, këqër në punë të ju e se Parti Demokratike, me vlerat larta, 5 kandidat këshin qitë kandidaturën, shpejt e shpejt, mrena 2 ditës kryet procedura. Ramizin mos mangusni, rënjor që anena, këqër në punë të ju e, mos mangusni se Allah jaj ju thënë korriz. A ju ka thuj njerë, tash ju thënë edhe ma keq. Besoni që ju thënë ma keq. Mos mangusni. Jo e lon, jo se lon, jo ka dal, jo s'ka dal, jo jam kondër. Qështu hes një për para, jam kondër atina, keni me 7%. Lenë Ramizin se
Kingu ju thënë, a ju thënë korriz, a ju thënë, unë në vesh me full, amo a i për me ju thënë, a ju sa ka tonë që shuka sa ka tu, ju sa ka tonë apet. Nëse ju përshëndes, kaloni mirë Partia Demokratike, amo shpeti kini zgjellë kërtojnë, a boca, a shumë të fortini.